Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë rreth situatës politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në studio antarjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kandidat në listat e hapura për Tiranën, pikërisht për Partinë Demokratike, zotin Mysly Murrizi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Si po shkon fushata, zoti Murrizi? Pavarësisht se nuk i kanë ndezur motorët zyrtarisht, gjithsesi ju jeni gjatë gjithë kohës në terren, në takim me mbështetësit tuaj? Unë besoj që opozitat paktën është në fushat në mënyrë permanente, ose paktën teorikisht duhet jetë fushat, pa pritur qeljen zyrtare e saj. Pra që është ditën që del në opozit, nuk keme se merresh tjetër përveç se fushat për të takuar sa më shumë qytetar, që t'i bindësh kur t'jenë zgjedhjet e radhës, jo më tash që jemi de facto në fushat. Deri tash s'është se shoh ndonjë incident gjatë fushatës, ka kohë. Ka frym? Ajo që do të thoja, dhe e kam thënë edhe në takim me strukturat, është që fryma apo mlefi qytetar është shumë kilometra përpara opozitës. Pra ne duhet nxitojmë fort që të arrijmë të jemi në sinkron me frymën qytetare që kërkon sa më parë të shkojmë me votë në 11 maj këtë qeveri që prej 12 vitesh vjedh, mashtron dhe tallet me shqiptarët, që ka fillu dhe atë stilin e tik-tak-tok lulit, Rama. Doja t'ju pyesja edhe për këtë mënyrë. Sepse Rama... Mënyrë komunikimi është strategji, është, le të themi, sepse qarkullojnë shumë teori në lidhje me faktin që zoti Rama të paktën këtë periudhë po merret vetëm me Lulzim Bashën. A e zbe opozitën ky fakt? Pra duket sikur qëllimi i tij është vetëm Lulzim Basha, rëndësi i jep vetëm Lulzim Bashës. Nuk ka çfarë thot Rama. Po ta shikoni. Po ndihmojnë njëri tjetrin. Po ta shikoj, jo s'ka çaj ndihmon Lulit. Luli s'ka elektorat, e ka ndet, Euroatlantik. E ka ca ndet, ca në oqean. Luli s'është Luli, është Endre Hasa. Edhe ju mediat duhet ta kryetari, lideri më suprem i Euroatlantikëve, juridikisht është Endre Hasa. Është varësi i kunatit Lulit, as i Lulit jo. Luli thot qa, Luli së shështë një, nuk e di qa është aty, qa funksioni ka. Roje, portier, dezhurn, shofer, qa është dispatcher, sekretar për shtypin, është menager TikToku, i menager faqen e Euroatlantikëve, qa. Kryetari e Euroatlantikëve, ligjërisht, atë saj partije që u azu, është Endre Hasa, se përmeni kur. Endre është me i mos i Luli. Kemi përmendur, madje ky lajm është të suar për herë të parë. Endre është shef i madh i Lulit. Luli është nuk di, kush është zëvendësi i Endre tjerë. Se po merrem kot tash me ta, se s'ka asnjë lloj interesi publik. Edhe jo Lule ku i ke shokët. Po ky ka një shok vetë, se ky nuk di të ketë as i shok. Po. Ky Luli, po s'ka as i shok vetë. Ai ka Hamburgut, ai tjetri, edhe ai bastard nuk ma as i shok. Po ky s'ka, nuk ka qellu të ketë shok fare gjatë jetës vet. Ky ka shok lekun. Çdo përzgjedhje që humb që demokrat ky thoshte fituam. Fitonte Terezit e veta. Ky. Dhe s'është ky, është Endre, nuk e di, a ka goja, është me meca, dela, jo. Nuk e di qa e ka, Endre duhet deklaroj publikisht, qa e ka Lulin parti. E ka zëvendës kryetar, e ka sekretar përgjithshëm, e ka antar kryesie, e ka menaxhues faqe TikToku, apo e ka si ortak të Ramës që të bëjnë, qa është ky? Pra kush është funksioni ligjor, juridik në këtë parti Euroatlantike, që ka elektoratin det, te Luli ke partia këti, se nuk e dim eksakt. E dim Luciano dhe Oertin të KPD-ja, dim dhe dy që kanë arë pa votë që ishin KPD-ja, dim e në Keletin që ka kryetarët jem atan, dim Endrin me Tikun ke partia tjetër, Luli se dim që funksion, unë nuk e di. Nëse e dini ju, më ndryqoni se jam i paftë koalicionit Euroatlantik. Pjesë i koalicionit me Ramën ka vite që ka qenë, por mirë që e kuptuan demokratët. Ka vite shumë, edhe për para 2019 se që palë të Armik Murrizi. Nër ka qenë pjesë non-stop i koalicionit me Ramën. Pjesë i koalicionit me Ramën, si që ju thoni, për ama është pjesë e grupit parlamentar demokratike. Kjo për turpin e deputetëve të Partisë Demokratike, edhe të kryesisht kryetarit grupit që nuk qënë një shkres për të preashtuar, ose ta njoftoj Elisa Spiropali, që kjo është pjesë e memëve ose TikTokut, që ne e majmë për të qeshë, se s'kam e qa qeshë, ne e majmë këte aty, për këte arsye nuk e preashtojt. Ne po merrem me këte. Rama është bosh. është bosh, nuk ka që a thot. Në 2013, po të kthehemi mrapa në retrospektiv, ka thanë, Aleanca e qelpsirave i bëjë thire gjithë lumit dhe flitësirat të t'i veni, bandave kështë fjallet, që të përmysim
Berishën. U bashkullën me metën në atë ko, dhe përmysën 1 milion shumë plaka, edhe për fajt qeverisis, sidomos 2011-2013. Në 2017, nuk bëjë fushat fare. Autobusin, lindën, ato kukuvajkat e pëse që shinjëf të kërkush, dajren, edhe thoshtë mjepnit të pësit të kemë vetëm, se deri të shie kishtë nda pra u thoshtë shqiptarve, që unë Shqipërinë e shofë... Njerë me tepsi po ka ardhur... Ja, dakord, pra, më gjeni një palëzia dhe të ramës, në kënd të katërta, që ka patur një program konkret, ose që ka qenë serios me shqiptarët. I vjedh 4 vite, i dekdis nga sytë kamët, ja u velitarin fyt nga Fukralliku dhe i blen lirë gjatë fushatës. Në fushatën lokale prezentoj gomarët, kjo gomari im, kjo gomari nëmër 1, kjo gomari nëmër 2, kërcet e rok me ca halëgjia që kishin gjysmët e familjes në punë, ca plekje plaka e ke parasysh, e thoshe gomari im kamës, gomari im tu në Shkodër, mushku im atje më tanë, talesh me kandidatë. I herë me tepsini, i herë me def, i herë me kusinë, ta shi ka gjithë lullin. Lullin i ka si instrument, janë disa vegla muzikore që i bëjnë gjitha, shi organa moderne, që bënë hem daullën, hem klarinetën, hem defin, hem frisëfonin, kështu e ka lullin këtë herë. E ka si instrument që bënë gjitha zhurmat, edhe gjithë tingut e gjdo vegla muzikore, se s'ka që thot, as për tepsi, as për hashash, që molli Shqipërinë dhe me këtë lufton dhe Lezaratit, në atë ko, as për PPP, as për anije Bangladeshi, as për tunel Logaraje, as për inceneratorët, as për shishe e verës 35.000, as për koordinatorin e bandave, as se i thot numëri 2 krejë organizatës kriminale, as për Mekon Nigalin, nuk ka që thot, po ka gjithë lullin. Lullin e ka paket. Si? Po opozita, kur flasë për opozitën e kam fjallën për koalicionin më të madhë, sepse dhe i koalicioni madhë, opozita, duke se po të kure, nga të pak po Leo, Fjorit e shi, aji është koalicion me qytetarët. Nëse në paqartësinë e tyre, zyrtarët të pëdes që firmos në koalicion, kërkojnë ta paraqisin si një koalicion me faktor, por që janë fakt individ, unë kam thënë, jo me humor, për e kam bindje. Partia Demokratike duhet kishte filluar kontratat të këtilla, ose firmat për koalicion, qysh në mujnë korrik vjetë me gjdoj qytetarë Shqipërisë qytetari ada. Kam respekt për gjithë se cilin nga ata që aspiron për të qenë drejtues si subjekteve të ndryshme politike. Shqipëria ka 160 subjekte sot të regjistruar në gjykat, nga të cilët 11 janë regjistruar me kandidat në zgjedhje, sepse janë fiktivisht pa elektorat. Unë kam kandiduar në 2021 vetëm, kam marrë 4.700 vota. 9 parti nga këto kanë marrë 1.600. Ky është koalicion me qytetarët. Dhe kam thënë që... Se për i këtë zgjedhje Berisha atëherë? Duhet të lente vullën, mu ke shkallët e PD-së, të bënte vullë duplikat në gjdo trotuar, të ngente qadra në gjdo cep Shqipërisë, dhe të bënte koalicion me gjdo qytetarë që do të firmos që të votoj PD-në. Nuk është ky problemi i Shqipërisë, pëse bëni koalicion. Ti mori votat për të votoj, a i që të votoj. Janë 25 individ ata. Kam nga 5 vetat familje. Bëjnë 130 votat, ja mori votat për të rëzur Ramën. Duhet bënte me gjdo familje shqiptare. Ju keni qef të bënit në dhej me zërë, i madhe i vogën politik. Gjithë koalicion i asaj që konsiderohet si Shqipëria madhështore, a nuk meriton të paktën një kandidat në listë të sigurt? Të kujt? Shqipëria madhështore, gjithë kjo koalicion. Kandidat të kujt, nga kush? Nga një nga këto forcat e tjere, sepse kishte Partia e Lirisë, kishte PD-juja. Partia e Lirisë ka 4, për mu s'do të kishte 4, për mu, nëse po më pyet mu. Sepse pas çdo palë zgjedhjeve matet forca reale e një subjekti politik. Se po tjetë që ne i referohemi zgjedhjeve para harës... Kështë të pra që konsiderohet si pazari... Po të zgjedhjet politike janë në i farë mënyre edhe matës se sa cedon apo ke avancuar si subjekt politik. Se po ti se i referohemi zgjedhjeve para harëse, ne s'kishim se bëjmë zgjedhje kur. Na dhe dyshin fitum në zgjedhjet edhe na dhe gjashtë s'kishim se ishim pushtet. Ose pëse fitojnë 2013 s'kishim se i banim. Por në gjdo betej elektorale, partitë shohin vetën se ku janë. Dhe unë kam thënë që jam kundër mënyrës së shushunjeve që morin mandat të këtë dhe për fatën e kejtë në 2 palë zgjedhje kanë qeverisë me pësen. Keja aty parti. Dhe rezervat e mija i kam mërë dhe këshilë kam dalë dhe publikisht. Por sot jemi fushat. Për 2 subjekte politike që unë kam patur rezerva, është korrigjuar në 80%, nështë të kërkesa Morrizit,
sepse dy kryetarët e tyre kanë dalë në listë hapur. Dhe kam thënë që asnjë vot e LSI-s nuk vinte tek ne. E keni fjalën për Partinë e Lirisë dhe për PDI-un. Patjetër. Por ata kanë treguar mesatarisht ditet politik që dy kryetarët e tyre kanë dalë në listë hapur. Dalë në listë hapur do të thotë të shikojmë se sa elektorat do të kenë në qarkun Tiranë. Në dijenin time kanë edhe nga një në disa qarqe më duket në listë hapur. Pra vota që shkojnë. Ne kemi diskutuar përpara se që kur ju dolët me një rezultat shumë të kënaqshëm në primare. Ju kam thënë, nuk e di nëse e mbani mend si bisedë, që a ndjeni ju keq. Kam qenë shumë i kënaqur me të thënë drejtën. Për mua, thash një rezultat i kënaqur pavarësisht se ju kishit rezerva, madje edhe e keni ngritur zërin për votat e Vorës, e mbaj mend shumë mirë. Vorë pas ku qanë në i kuti në Vlorë. A ndjeni juve keq që pavarësisht se rezultati ishte, le të themi, i kënaqshëm për mua prapë në primare, ju sërish duhet kaloni në filtrin e kryetarit. Dhe besoj e mbani mend përgjigjen. Dhe pyetja tjetër që ju shtrova ishte, a ndjeni keq që ju duhet punoni qoftë edhe për primaret, të merrni votat e antarësisë, ndërkohë që kryetari një partie aleate mund të jetë në vend të sigurt. Dhe kjo është sfida që me sa duket Ilir Meta zgjodhi të bëjë të gjithë të pakunaqërve, të gjithë atyre që ngritën zërin dhe thamë pse duhet jetë Ilir Meta në listë të sigurt. Nuk patë shumë që ngritën zërin, Fjori, jo. Unë jam një nga ata. Po pra, po, aq sa dhe se kam patur personalisht me Meta, se s'kam në patjetër, nuk kam në gjë me te, por kam thënë që një parti e qendrës djathtë nuk mund të bëjë koalicion me i partit ekstremit majt. Dhe thash, në mesatare në dignitetit politik që ka kjo kulturë politike shqiptare, e vlerësoj qëndrimin në listë hapur të Metës, nërsa personalisht do më vind të turp të isha në listë mbyllur. Kam qenë është e vetmi që kam 8 muaj që artikuloj që do t'jem listë hapur. Sepse unë nuk mendoj që të aspirosh apo të mendosh që je përfaqësues i qytetarëve apo një subjekti politik, të fshihesh në sqjetllën e kryetarit. Qoftë për primare, ata 19 që nuk u nështruan primareve, qoftë drejt për drejt tek vota e qytetarit në datë 11 maj. Unë kam qenë 2 herë në parlament, 2 herë në kushtet më të vështira të Partisë Demokratike në opozit. Kam shijuar shumë qendrin deputet në 97-ën, kur është votuar në sistem majoritar, Myslim, Nazif, Murrizi. Ndaj jam shumë i çlirt në këtë fushat, nuk do të laj qendër votimi pa shkel, në më dhanë mundësi i madhi zot, edhe takat, në 1220, unë nuk jam gardhe dhe kufi, dhe nuk marrë urdhë nga bizbik politikë du në duke në faktor, dhe me që mullojnë zanat saktura, këta që unë i kam qujtë dhe do të vazhdoj të i quaj, gjenaze politike, të arkivojnë morë që nuk i identifikon të tjeri, nuk e ka në emrin listë. Duhet shkosh me gjithë mjeku një gjorë, ta tërheqesh, ta ngresh qafin, ti shofësh kush janë. Si keni marrëdhënie me drejtuesit politik të qarqeve? Unë du të ke marrëdhënie të mira me strukturat poshtë dhe me qytetarët. Nuk ma njën fare se kush nga këta që i thonë vetes, jemi u dhejsat mëj nga kominterne apo vi nga byroja politike, do t'japin men edhe do të prezentojnë apo ku diun, do të me organizojnë takime. Takime t'i bëjnë ata atje poshtë. Për mu, subjekti politik e ka qelsin suksesit apo dështimit tek antari i Partisë Demokratike. Tek ata që për fatin e keq, shumica tërmuese e tyre në 13 vite qeverisje PD nuk ka gëzuar i kokër kryp nga benefitet e pushtetit Partisë Demokratike. Ata janë motorri i fushatës. Pjesa tjetër është ngarkesë për ta. Ngarkesë, burokraci. Sepse ne themi që jemi në post-komunizëm, por në fakt modeli për fat keq të gjithë subjekte politike është kopje e shëmtuar e Partisë Punës. Ata kishin komitet qendror dhe kemi këshill kombëtar, ky ka KPK. Ky tjetër. Ata kishin biro politike, ne kemi kryesi që ka tjetat, edhe ky ka kryesi. Ata sekretar të parë ne drejtues qarku. Nuk kemi parti e modelit cilët ne aspirojmë. Nuk e njeh kush kryetarin e Partisë Republikane apo Demokratike në Amerikë. Janë parti elektorale. Edhe në fakt kështu duhet çndrohemi. Ne nuk është i paguajmë ata. Pa ne pastaj kur ndërhyjmë, ju themi këtë do ta shkarkojmë, këtë do ta emrojmë. Nga kush do ta shkarkosh? Nga qenë demokrat. Jo i rrua pingat ati, se e demokrat është për qef vetë, nuk ka ardhë, ase është Myslim Murrizi, kandidat, ase ka qenë aty, ase është ku di unë X po Y në kryesinë e Partisë. A i ka ardhë se ka shpirtit. Nga kush do heqës, nga qenë demokrat e i.